Faleminderit juve për ftesën. Unë bëra edhe një hyrje për të risjellë edhe një herë në vëmendjen e publikut pak më me detaje, le të themi atë se çfarë parashikohet nga kjo marrëveshje. Do doja të ndaleshim fillimisht së bashku me ato që mund të konsiderohen si përfitime konkrete për vendin tonë dhe për faktin që Shqipëria është pjesë e një marrëveshje që në pamje të parë pa diskutim shihet mjaft e rëndësishme edhe për faktin se me kë bashkëpunojmë, por edhe për situatën aktuale në cilën gjendemi. Keni shumë të drejtë, është një marrëveshje me rëndësi, do të thoya, historike për ne. Ka qenë një marrëveshje para 4 vjetësh, për hir të së vërtetës në kohën e administratës Trump 1, marrëveshje e përgatitur dhe iniciuar edhe me iniciativën e ish zëvendës kryeministre zonjës Balluku, kur erdhi në Shqipëri në atë kohë me një interes shumë të madh strategjik përveç SBA-t, ish zëvendës sekretari i shtetit për energjinë i Amerikës, nuk ishte pak, erdhi me 2 kompani gjigante amerikane të asaj kohe, ExxonMobil ishte njëra, dhe fol pikërisht për këtë, pra për të përdorur Vlorën si hap, si qendër për eksportimin, importimin nga Vlora të gazit të lëngshëm amerikan. Por pastaj erdhi një administratë tjetër amerikane dhe projekti nuk u zgjat.